Mbani mandarina në shtëpi dhe i përdorni në këtë mënyrë. Nuk do vuani kurrë nga këto tre probleme. Palpranisë së kalciumit, kaliumit dhe hekurit në mandarina e bëjnë këtë frut aleat në mbrojtjen e kockave. Mandarina do të favorizojnë funksionet e duhura të trupit, metabolizmin dhe ndihmojnë në dekompozimin dhe thithjen e ushqyesve duke tonifikuar më mirë shëndetin e mëlçisë, të stomakut, gjithashtu edhe të zorrve. Mandarina do të stimulojnë gjithashtu ndarjen e qelizave të rëndësishme edhe për gjenerimin e qelizave të reja. Kjo mund të tingëllojë e habitshme, por ky frut në fakt do të ndihmojë në riparimin e të gjitha veshjeve të jashtme dhe nga dëmtimet e mëdha që mund t'i bëhen trupit tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mandarinat në fakt janë një frut i sezonit në të cilën ndodhemi si pjesë e familjes së agrumeve përmbajnë vlera të larta ushqyese. Me konsumin e këtij fruti, trupi ynë merr vitaminën A, vitaminën B1, vitaminën B2, vitaminën B3, vitaminën C, gjithashtu edhe nivele më të mira të kalciumit, kaliumit, hekurit, proteinave, sheqernave dhe ujit. Gjithashtu mandarina është një burim shumë i mirë i folatit, beta-karotenit dhe çka i shton përfitimet e saj më të rëndësishme. Falë përbërësve të saj, mandarina është aleate e kockave dhe në mirë funksionin e zorrëve dhe të zemrës, ndërsa do të ndihmojë gjithashtu edhe në betejën kundër shqetësimeve të cilat i kanosen vazhdimisht organizmit tuaj. Mandarinat janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese. Konsumi 3 deri në 7 kokra mandarina çdo ditë, sigurisht nëpër masa mesatare, mund të ofrojë një sër vlerash, disa prej të cilave do t'i rendisim në këtë video sipas Step to Health. Mandarinat përmirësojnë gjithashtu trupin në pastrimin e gjakut. Mandarinat janë aleate të mira të organizmit tuaj në betejën kundër problemeve të dëmtimeve të shëndetit. Ato janë të njohura se nxjerrin substanca toksike dhe përmirësojnë shëndetin tuaj. Gjithashtu janë të njohura për rritjen e kapaciteteve të trupit, për mbajtjen e oksigjenit në qelizat e kuqe të gjakut dhe gjithashtu në ndihmën që mund të bëjnë për pastrimin e tij. Mandarinat janë aleate të mira edhe për shëndetin tuaj të trurit. Mandarinat janë të njohura për efektet zbutëse për nervat, që përdoren për të zbutur gjithashtu edhe nivelet e etheve. Ato lehtësojnë llojet e inflamacioneve dhe përdoren si një mjet qetësues kundër problemeve të tilla, siç mund të jenë ethet, helmet, reaksionet e stresit, alergji dhe shumë më shumë. Mandarinat janë të njohura për tonifikimin e sistemit tuaj nervor dhe ndihmojnë gjithashtu të qëndroni më aktiv gjatë gjithë ditës. Mandarinat janë një zgjidhje produktive edhe kundër problemeve dhe shqetësimeve të depresionit. Mandarina është e njohur për qetësimin e personave me depresion, duke qetësuar zemërimin e tyre. Ato janë njohur gjithashtu për qetësimin e stomakut dhe ndihmojnë për ta mbajtur atë në një gjendje më të mirë. Dhe përdorimi i tyre në mënyrë të kujdesshme dhe në mënyrë të rregullt, sigurisht që do të jetë një aleat i mirë. Nëse doni një tretje më të shëndetshme, atëherë përfshirja e mandarinave në dietën tuaj do të jetë ana e saj pozitive në mbajtjen larg të këtyre komplikacioneve. Ekspertët i cilësojnë mandarinat si një zgjidhje fantastike për të gjithë ata personat të cilët duan të kenë një tretje më të plotë, pasi kështu do t'i japin rezultate fantastike edhe për mbrojtjen e organizmit. Konsumi i këtij fruti në mënyrë të rregullt do t'japë rezultate të mira për personat të cilët kanë probleme me tretjen. Konsumoni të paktën 3 deri në 7 kokra mandarina çdo ditë dhe rezultatet që do të merrni prej tyre do të jenë fantastike edhe në rritjen e shëndetit tuaj në tërësi. Mandarinat ndihmojnë në rrjedhjen e duhur të lëngjeve duke ndihmuar kështu edhe në lehtësimin e shqetësimeve të stomakut. Mandarinat janë një favorizues i gjërësishëm kundër funksioneve të dobta të trupit, metabolizmin dhe ndihmojnë në dekompozimin më të thjeshtë të ushqyesve, duke përmirësuar kështu mëlçin, stomakun dhe zorrët. Ato ndihmojnë gjithashtu edhe kundër zhvillimit të problemeve dhe sekrecioneve të trupit të dobët. Nëse doni një sistem imunitar më të fortë, atëherë përfshini mandarinat me patjetër në dietën tuaj. Ato gjithashtu nxisin sistemin imunitar e mbajnë atë të mbrojtur dhe mbajnë larg infeksionet.
Mandarinat aromatike kanë në cilësi natyrore antiseptike që bëjnë të mundur mbrojtjen e trupit gjithashtu edhe nga bakteriet e ndryshme. Vaji i mandarinave përmban elementë të veçantë që veprojnë kundër bakterieve dhe ndihmojnë gjithashtu kundër shqetësimeve septike. Muskujt tuaj do të përfitojnë ndjeshëm nga konsumi i këtij fruti. Mandarinat kanë efekte lehtësuese për spazmat e dhimbshme të muskujve. Spazmat shpesh ndikojnë më së shumti tek muskujt e trupit dhe janë të njohura gjithashtu për ndikime në sistemin e frymëmarrjes, në sistemin e tretjes dhe në sistemin nervor. Mandarinat kanë efekte qetësuese për nerva dhe besohet se çlodhin gjithashtu edhe sistemin tuaj organik. Mandarinat janë një zgjidhje produktive edhe për artritin. Mandarinat janë përdorur së fundi në trajtimet mjekësore kundër problemeve të artritit. Gjithashtu, konsumi i mandarinave duhet të bëhet në përputhje me hekurin dhe ushqime të ndryshme. Mandarinat cilësohen si aleat i bukurisë. Mandarinat janë një burim i mirë i vitaminës A, ndaj edhe nëse vuani nga ndonjë problem i lëkurës, të tilla siç janë puçrat, rekomandohet të shtoni mandarina në dietën tuaj. Konsumi i këtij fruti në këtë mënyrë do të japë rezultate fantastike kundër problemit të akneve. Dhe sigurisht konsumi i mandarinave duhet të bëhet gjithmonë në sasinë e lejuar ditore. Përfshirja e mandarinave në dietën tuaj do të ofrojë një shëndet më të mirë të organizmit dhe gjithashtu një lehtësim më të mirë të trupit kundër një sër shqetësimesh. Përfshirja e mandarinave në dietën tuaj do të jetë një mburojë shumë e mirë për shëndetin tuaj të lëkurës. Të kesh nivele të shëndetshme të vitaminës C në trup është e rëndësishme për lëkurën e shëndetshme. Është treguar se vitamina C në trupin e njeriut luan një rol jetik në mënyrën se si trupi juaj prodhon edhe nivelet e duhura të kolagjenit. Kolagjeni është ai që e bën lëkurën tuaj të duket më e re dhe më rinore. Gjithashtu është treguar se vitamina C mund të parandalojë dhe të trajtojë dëmet e lëkurës të shkaktuara nga ekspozimi në diell. Mandarinat janë një frut fantastik për shëndetin tuaj të syve. Një përfitim tjetër i përmbajtjes së lartë të vitaminës C te mandarinat është mbështetja e saj për shëndetin tuaj të syve. Ka prova se vitamina C dhe antioksidantët e tjerë ushqyes mund t'ju ndihmojnë t'i mbani sytë tuaj më të shëndetshëm për më gjatë. Mandarinat janë të mira edhe për shëndetin e zemrës. Një studim 5 vjeçar i më shumë se 500.000 të rriturve zbuloi se konsumi i të paktën gjysmë filxhani fruta të freskëta një herë në ditë mund të zvogëlojë ndjeshëm rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Pjesëmarrësit të cilët hanin fruta çdo ditë kishin afërsisht 33% më pak gjasa të humbisnin jetën nga një atak në zemër ose goditje në tru. Mandarinat janë një opsion i shkëlqyer për konsumin e përditshëm të tyre. Mandarinat janë një frut i mirë edhe për ata persona të cilët duan të humbasin kilogramet e tepërt. Mandarinat mund të ndihmojnë dukshëm organizmin tuaj në humbjen e kilogramëve, sepse ato janë të pasura me nivele të larta të fibrave, element këto të cilët do të luajnë një rol pozitiv në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Agrumet duke përfshirë edhe mandarina do të sigurojnë fibra të përshtatshme, të cilat mund të ofrojnë një mbrojtje të mirë për shëndetin. Ullumtimet tregojnë se njerëzit që konsumojnë më shumë fibra do ta kenë më të lehtë të humbasin kilogramet e tepërt të trupit të tyre. Do të keni më shumë energji gjatë muajve të ftohtë. Ato sjellin minerale aleate në funksionin e dur dhe të sistemit nervor. Janë të pasura me kalium dhe magnez. Përveç kësaj, ato sigurojnë vitaminat B, përfshirë vitaminën B1, B3, B6, B9. Gjithashtu janë të dobishme në luftën kundër problemeve mendore, fizike dhe rrisin energjin. Do të dukeni më të rinj me përfshirjen e mandarinave në dietën tuaj. Mandarinat kanë veti të mira kundër plakjes pas janë një burim i mirë i antioksidantëve. Janë të pasura me vitaminën C të dobishme në prodhimin e kolagjenit, proteinë e cila është e përbërë nga lëkura, kockat, tendinat, muskujt dhe thonjë. Përfshijeni mandarinat në dietën tuaj gjithmonë brenda normës së lejuar dhe kështu do të keni edhe një sër efektesh pozitive për mbrojtjen e shëndetit tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.